Pam një njeri jashtë kohës dhe hapësirës së politikës aktuale ndërkombëtare që Saliu na e paraqiti si të dërguarin e Amerikës. Të gjithu tallën dje me të, po Saliu kërkon të gënjej për krahasit e tij pesimist që të thotë se presidenti Trump është me Saliu. Ka shumë raste në politikën ndërkombëtare kur pa aftësia e një politikani që lufton për pushtet në vendin e tij, duke dashur të mashtrojë opinionin publik, bie në një komedi ku qeshe gjithë shoqëria. Kështu ndodhi këtë ditë kur Saliu, që është në një hall historik, solli në Shqipëri një kukull blofi nga Amerika si të ishte i dërguar nga presidenti Trump. Një komedi ishte kjo, por ai që ka hall sigurisht që do të vijojë të na thotë se pritet që të shkojë në Amerikë, por shqiptarët e dinë që Saliu është non grata në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë, asgjë, po non grata do t'i hiqet siç thon për krahasit e tij? Jo, nuk ka mundësi. Pse? E dini ju që para disa vitesh Saliu na solli këtu numrin 2 të Al-Qaedës para se sa ta vrisnin? E kuptoni ku jemi? Sigurisht në një tragjikomedi që po luhet për çdo ditë, asgjë më shumë.